një javë ishim këtu në mbështetje të banorëve të Zvërnecit dhe të shtunën e kaluar, pasë si e gjithë zona këtu ishte rrethuar me një gardë, me tela, me qëmba, sikur të bojë fjalë për një kamp për qëndrimi. Para të shtunën e kaluar, këtë kjo zona këtu ishte populluar nga gangster dhe bandit të armatosur nga Tirana, nga policë privat, nga policë shtetëror, nga policë civila dhe nga qështjet e mundshme të policave. Ndërkohë që banorët e Zvërnecit ishin lënë në heshtje, jo vetëm nga shteti, po edhe nga media. Dhe një javë në vonë, shohim se atje ku kishte telat me qëmba, një kapi për qëndrimi, ku kishte policë, sot shofim burra dhe gra, 33-ja, fëmijë dhe qytetarë të lirë e të zakonshëm të këtij vendi. Dhe kjo është një arritje. Për shtunës kaluar, shqiptarët kanë përditësuar fjalë, cilën e kanë nxjerrë nga fjalori. I fjalë për cilën mbase nuk kemi të vetëdijshëm në përditshmëri për shkak të hallëve, problemeve, punëve. Dhe fjala është atleu, i fjalë e cila nuk është i fjalë monumentale dhe boshe, por që tashmë është i fjalë mbushur për plot me tokë, për plot me det, për plot me bimë, me zogjë, me florë, me faunë, por mbi të gjitha me solidaritetin dhe dashurinë e bashkëqytetarëve për vendin e tyre. Dhe atleu është i fjalë i cili nuk pranon garbe. Atleu është i fjalë i cili nuk pranon bandit cilët të heqin zvarë qytetarë të kërkojnë drejtat e tyre. Atleu është ajo çfarë duan të na marrin bashkë, alianca historike e qeveritarëve të korruptuar në bashkëpunim me oligarkët dhe matrapazët nga e gjithë bota. Atleu nuk shitet! 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 Atleu është imi! Atleu është imi! Atleu! Dhe pikërisht Shqipëria është e jona! Dhe pikërisht ata të analen pak dhe ata të na shohin ku ndërtojnë një shoqëri ku njerëzit janë të ndarë në fukarejnë dhe miliardierë, në sundues dhe të nënshtruar, në njerëz cilët e aksesojnë atleun jo nga fakti se kanë linë qytetarë të këtij vendi, po nga parat edhe nga lidhjet e tyre të liste me pushtetin. Por atleu sado fjalë e vjetër të duket, është i fjalë që mbetet gjithashtu gjithmonë e re dhe një aspirat cilën qytetarë shqiptarë do ta mbrojnë fuqimisht dhe bashkarisht. Faleminderit.